Banorët kanë vijuar edhe sot protestën e tyre për të penguar ndërtimin e një resorti në këtë zonë. Nuk kanë munguar as përplasjet mes policisë së rendit dhe banorëve, ku në fakt një banor ka mbetur i lënduar si pasojë këtyre përplasjeve. Banorët paralajmërojnë se nesër do t'i drejtohen SPAK, duke kërkuar edhe ndërhyrjen e këtij institucioni për zgjidhjen e kësaj çështje. Për të tretën ditë radhazi, banorët e fshatit Baksiriol të Velipojës kanë vijuar protestën e tyre kundër ndërtimit të një resorti në këtë zonë. Ata kundërshtojnë projektin duke pretenduar se toka është pronë e tyre dhe kanë kërkuar ndërprerjen e punimeve të makinave të rënda. Gjatë protestës janë shënuar përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Si pasojë, një nga protestuesit ka humbur ndjenjat, është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës për ndihmë mjekësore. Banorët paralajmërojnë se do t'i drejtohen SPAK-ut duke kërkuar verifikimin e ligjshmërisë së projektit dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre pronësore. Ju në rrallë por e pat aksidentin vetë që nulli aty. Burri 55 vjeç i bëma për që në zemër, me hapa në gjep, ka vanu ambulanca 1 orë, me arë prej në Shkodër në Velipoj. Ambulancat dhe doktorat e Velipojës nuk funksionon si që patë edhe vetë. Si na si popull 40 vetë jena këto, morme me hinë makinat policisë vetë. Dhe nuk në lanë. Edhe sot, kjo protest nuk do të marojnë. Menim zotit, do boti plan. Nese do të shkojtë e dira SPAK-ut. Nuk kena protest me dira SPAK-ut, nuk kena punë me SPAK-un, po do t'i bojmë një kërkes. Po nga pisin gjithë pasurin tonë. Tanin, që të bëjmë na? Pa tjetër që do vazhdojnë në protesta. Po nga bisin, ne po na lonë pasizion. Kërkesa jonë që të prezentojnë punimet edhe na i kthejë toka. Kërkojmë këtu jena sot, këtu do t'jem, nesër do t'jemi në SPAK, të gjithë këta burra që i shef këtu, nesër janë në SPAK. Në SPAK do kërkojmë kallëzimi, si është bën me kallëzimin që kena bën në mars të vitit 2025. Nuk na ka thirrë kush, nuk na ka sqaruar kush, ne kemi çu provat tona dhe i kena dhënë në SPAK. SPAK-u nuk na është përgjigje. Për çfarë marrën ne këto? Pronat na i morrin, na i grabisin. Ne na morrin prej këto na çën polici. Këto vazhdojnë punimet. Kur do të na ndalin e drejta ne? Balluku thotë ka firmos thotë lejën e ndërtimit. Kush janë Balluku? Balluku është në hetim për vetin. Prej 3 ditësh banorët e fshatit Baksiriol vjojnë protestat në mënyrë të pandërprer, duke kërkuar mbrojtjen e pronave dhe respektimin e të drejtave të tyre, ndërsa kanë paralajmëruar se nuk do të ndalen derisa çështja të marrë zgjidhje.